Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, vendi ynë po kalon ditë të vështira. Qytetarët e Kosovës duhet të dëshmojnë unitet dhe besnikëri ndaj projektit tonë të përbashkët Republikës sonë. Vendi ynë ka kaluar sfida të shumta gjatë historisë, përfshirë edhe luftën e fundit. Prandaj duhet të ushtrojmë me maturi përgjegjësitë institucionale dhe ta forcojmë qëndrueshmërinë e shtetit tonë. Sepse shteti bëhet i fortë edhe kur përballet me sfida, duke i tejkaluar ato dinjitetshëm. Ne jemi të vetëdijshëm se veprimet e dhomave të specializuara janë rrjedhojë e obligimeve shtetërore, të cilat Kosova i ka pranuar. Proceset që vijnë pas nuk do ta dëmtojnë projektin ton kombëtar për liri, i cili është ndërtuar mbi sakrificën e brezave të tërë dhe gjakun e derdhur të ushtarëve të ushtrisë sonë çlirimtare. Unë dua të shpreh vlerësimin tim të gjithë atyre të cilët kanë treguar vendosmëri dhe besim në institucione dhe janë përgjigjur ftesës së dhomave të specializuara, duke dëshmuar kështu besim të palëkundur në drejtësi. Të dashur qytetarë, betejë për shtetëndërtim është betejë më e vështirë politike. Prandaj urtia dhe mençuria, tiparet e traditës sonë, janë të nevojshme në këtë moment. Kjo kohë kërkon lidership të fuqishëm dhe përgjigje të unifikuar shtetërore. Sot, kur vendi ynë përballet edhe me pandeminë, ne kemi nevojë për solidaritet dhe mirëkuptim të plotë me njëri tjetrin. Si ushtruese e detyrës së presidentës, do të përkushtohem që funksionin tim ta ushtroj duke i promovuar pikërisht këto vlera. Gjatë këtij rrugtimi, sikurse edhe deri më tash, do të angazhohem çdo ditë që Kosova të bëhet shtet ku ëndrrat e qytetarëve tanë jetësohen, ku krijohen mundësi të barabarta për të gjithë në të gjitha sferat. Do të sigurohem që zëri im t'i bashkangjitet zërit të qytetarëve e të johoj më fort se kurrë. Prandaj dua t'ju lus, si qytetarë të këtij vendi, të përkushtuar ndaj vlerave demokratike, të qëndrojmë fort afër njëri tjetrit për të dëshmuar se kuptojmë dhe i ndajmë këto vlera me njëri tjetrin. Unë jam e bindur se si vend dhe të gjithë së bashku do të qëndrojmë fort. Angazhimi ynë për shtet ligjor na ka përballur me sfida të rënda, por ne nuk kemi hequr dorë nga përkushtimi për konsolidim të shtetit dhe për kultivim të vlerave demokratike. Pavarësisht sfidave, ne kemi qëndruar fort në besimin ton, të cilin ju thrasta dëshmojmë edhe në këto momente të vështira. E kemi ruajtur këtë shpresë e këtë besim edhe kur kemi qenë viktimë e një agresioni të rëndë. Serbia ka vrarë mbi 13.000 njerëz në Kosovë. 1133 prej tyre ishin fëmijë, më së shumti në gjitha luftrat e zhvilluara në hapësirën e Jugosllavisë për kokë banori. Paqja e qëndrueshme në rajon prandaj kërkon që viktimat dhe agresorët të mos barazohen. Ne, shqiptarët e Kosovës, kemi qenë viktime hegemonisë të një shteti gjenocidal, kurse Serbia ishte shteti që kreu këto krime. Këtë duhet ta themi çdo herë, me zë të lartë, këtu e në çdo vend tjetër. Si ushtruese e detyrës së presidentës, do të garantoj funksionimin demokratik të institucioneve, do të ruaj kohezionin institucional, stabilitetin dhe unitetin e vendit. Zoti e bekoft Kosovën, popullin e Kosovës dhe miqtë e saj.